Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, gjatë pjesëmarrjes së tij në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, u ndal në disa nga çështjet më kritike për kontinentin dhe më gjerë, duke bërë thirrje për forcimin e bashkëpunimit strategjik dhe për një vizion të përbashkët për të ardhmen e Europës. Në nisje të fjalës së tij, Erdogan falenderoi kryeministrin Edi Rama për mikpritjen dhe theksoi se Turqia mbetet një partner kyç për kontinentin në fusha të rëndësishme si industria e mbrojtjes, energjia, tregjet digjitale dhe mineralet kritike. Por një tjetër mesazh i fortë i presidentit turk erdhi në lidhje me dy konfliktet më të mëdha që përballon aktualisht bota, lufta në Ukrainë dhe konflikti në Gaza. Jemi në një moment kritik ku armët duhet të heshtin dhe paqja të vendoset në Ukrainë, deklaroi Erdogan, duke kërkuar zgjidhje urgjente diplomatike. Në të njëjtën frymë, ai bëri thirrje liderëve evropian që të veprojnë për ndalimin e gjakderdhjes në Gaza, duke kritikuar ashpër qëndrimin e qeverisë izraelite. Duhet i themi ndal kësaj, ti themi mjaft kësaj. Qëndrimi i Netanyahut rrezikon jo vetëm Gazën, por të gjithë rajonin ton. Ne presim që Europa të shfaqë interesin dhe aspiratën e duhur për vendosjen e armëpushimit në Gaza. Fjalimi i presidentit turk nga Tirana u konsiderua si një ndër më të drejtpërdrejtët dhe të fuqishmit në samit, duke vendosur theksin mbi bashkimin përballë krizave globale dhe nevojën për një Evropë më gjithëpërfshirëse dhe të ndërgjegjshme politikisht.